Flaka olimpike u ndes dhe për një javë ajo do të shoqërojë aktivitetet sportive që do të zhvillohen në shkollën e mesme Benardina Qeraxhia në Durrës. Java olimpike nis këtë të mërkurë me një atmosferë festive në shkollën e vetme sportive të qytetit, e cila rinisi zhvillimin e procesit mësimor në ambientet e rindërtuara nga e para këtë vit shkollor. Për një javë me radhë, nxënësit e kësaj shkolle kanë planifikuar të zhvillojnë aktivitete të ndryshme sportive në të gjitha disiplinat si në volejboll, basketboll, futboll dhe atletik. Motoja kësaj jave olimpike është nderojmë traditën, sfidojmë të ardhmen. Java olimpike që fillon, që është traditë e mjeshtrisë sportive dhe fillon në logën nderojmë traditën, sfidojmë të ardhmen. Në një histori mbi 56 vite të ndërtimit të shkollës, por si vjet është një gjë ndryshe. Jemi në një ambient komplet të ri, jemi me pretendime të reja dhe me sfida të reja. Nxënësit e kësaj shkolle, që është e vetmja shkollë në Shqipëri, përfaqësojnë në të gjitha kampionatet. Do të thotë kemi nxënës në disiplinën e futbollit, volejbollit, basketbollit, atletikës, gjimnastikës, nga ku gjithmonë kanë nxjerrë kampion. Si një nga ish nxënësit e kësaj shkolle dhe një nga atletet më të mira të vendit tonë, Luiza Gega ishte e pranishme në ceremoni, mes emocioneve dhe krenare për arritjet e këtyre të rinjve të përkushtuar ndaj sportit, ajo e vuri theksin tek rëndësia e aktivitetit sportiv. Jam shumë e lumtur që sot jam këtu dhe për më tepër jam shumë e lumtur që sot këto nxënës kanë dhe kushte që ne nuk i kemi pasur dikur. Ka një palestër, ka një shkollë shumë të mirë tani, kushte mëse të merituar, sepse sporti është diçka përveç se shëndet, është edhe le të themi një krenari që më pas mund të kthehet në një krenari kombëtare dhe ato duhet të ndihen vërtet të mirë për të filluar ato hapat e tyre. Gjatë ceremonisë organizuar në ambientet e shkollës, një moment i veçantë ishte akordimi i certifikatave të mirënjohjes prefektit të Qarkut Adrian Gura dhe drejtuesve lokal të arsimit për ndihmën e vazhdueshme dhe mbështetjen që i kanë dhënë ndër vite këtij institucioni arsimor, që përgatit jo vetëm talentet e sportit ursak, por dhe atij kombëtar.